Hello! Mirë se erdhët në këtë video. Ne të bëjmë një catching up me njëra tjetrën, që tregoj pak se çfarë do bëjmë këtë javë, edhe mendova thash të bëjmë një vlog të vogël. Kam parë këto kohë videot e Ersit, edhe realisht më frymëzojnë që krijoj ndonjë vlog edhe unë, se në fundit janë edhe, siç kam thënë gjithmonë, kujtime që ngelen në video dhe gjë shumë e bukur që do mundohet. Tu është ngrohtë sot, çuditërisht. Edhe shkova mora disa pako, sepse kemi një udhtim javën tjetër, edhe me siguri do bëj pak fare shopping edhe javën që vjen. Dhe kam këtu një palë sandale. Nuk e dia ju dalin juve. Mua më dalin këto videot e brands që duhet të kërkosh në Vinted. Vinted e keni parasysh, është kjo platforma për disa shtete të Europës ku mund të shesësh dhe blesh rroba të përdorura. Unë kam qenë gjithmonë pionere për riciklimin, ripërdorimin, blerjen, shitjen e rrobave. Thank you for your purchase, thot enjoy Francesca. Du ta bëj dhe unë këtë, sa herë shes në një gjë përtoj të shkruaj këto letrash. Dhe këto janë këpucët, një nga brandet që më kishte dalë gjithmonë kur më dalin këto videot, brand që sugjeroj, i fus një kërkim të shpejt në Vinted, ose nuk gjej asnjë gjë, ose janë gjëra triko të holla nga këto që kemi pas blerë të përdorat shumë lehtë, edhe unë edhe kur shkoj në Shqipëri shkoj ble, shumë të shtrenjta. Kur kërkova këtë brandin e këpucëve, dolën dy gjëra që më pëlqyen, edhe porosita njëra palë të shohim. My Hermes bag. Okay, paketimi 10 out of 10. Oh my god, they're so pretty! Se më duket sikur kam blerë ndonjë kështu. Wow, a nuk duket kështu si tip Sex and the City Carrie Bradshaw? Tada! Okay, këtu kemi disa stains, po nuk kemi që bëjmë. Shikojmë pak me këtë karanguri? Jo, okay, thjesht janë disa ngjyrë. Shiko, unë këto i mora për qef, sepse realisht tek Vinted unë shes edhe blej rroba thjesht edhe për qef. Më thotë se nuk do më bëj, ose nuk do të jetë perfekte, ose nuk do të jetë ashtu siç e prisja. Në fundit edhe unë shita rrobat dhe janë lek, domethënë që mund të eksperimentoj. Dhe duken kështu, janë 38 dhe firma quhet Ravel. Shumë cute, kanë këtë detajn kështu shumë të viteve 2000. Ua, nuk më mbyllen. Shikojnë? Lek, kjo është numërim, apo jo, qartësisht. Mora dje në Vinted një fund, edhe folën të vendos foton këtu. By the way, injorojeni këtë, nuk kam derë të gushina. E kemi një derë poshtë, për nuk ka qenë dera. Ai qëra gjy përpara nuk e di çfarë bërë me derën. Dhe nuk e plan të vejmë derë tjetër. Po sta këtë fundin, dhe ishte tek, siç e shikoni tek sloti aty që dikush tjetër mund ta kishte marrë shumë lehtë, edhe pastaj do më ishte hapun me atë gocën e Vintedit që di thoya që shiko se unë nuk e mora, ndërkohë që aty thoshte delivered. Hermes e ka fajin, gjithsesi mirë që e gjeta unë. Ky është fundi. Më duk detaj i lezetshëm kjo. Edhe është i gjatë, i zi, realisht kam menduar se është pak blu, po qenë ka i zi. Edhe uroj të më bëj, ose mund ta vëmë edhe si fustan këtu. Dhe kjo pati është nga Douglas. Janë një produkt të dy herë, le t'i bëjmë unboxing dhe t'ju tregoj story time. E porosita të Douglasi, sepse kota shpe porosisë të filialit. Se ta pres të shtëpia, se blëga mund mos jem në shtëpi, whatever, thash ta provoj. Gabimisht, me sa duket, shitja aty e kishte bërë që të më vinte mua të shtëpia, ndërkohë që e prisja te filiali. Nuk e dia erdhi ndonjëherë të shtëpia apo jo, paktën tracking number-i nuk besoj se ndjer të ashtu. U kthyem mbrapsht, më erdhi si gift card. Tani dua t'ju tregoj një problem me gift cardet. Ndoshta tani e kanë zgjidhur si problem, e kam parë në internet që ishte një problem shumë i madh, por këta të Douglasit e kishin gjetur, domethënë, mënyrën, edhe pse ajo nuk e përdori, kështu që ngelet me pikpyetje. Tani, gift cardi në fund të fundit është thjesht një numër serie që kur e fut në sistem tregon një vlerë lekësh. Më kupton? Tani ka njerëz siç merren që bëjnë hakimin e gjërave, domethënë që bëjnë marrin lek, mundojnë të vjedhin gjëra nga banka, bla bla bla. Bëjnë edhe vjedhje të gift cardave. Pra, përdorim me pak fjalë një randomizer, një program shumë të thjeshtë,
që e kanë programuar për të gjeneruar numra 16 shifror për shembull ose 12 shifror, nuk e di se sa janë zakonisht gift cardet. Dhe momentin që njëri klingt, domethënë funksionon, jep tikun, ato e shpenzojnë, e gjejnë mënyrën për ta shpenzuar, për ta përdorur. Dhe kam parë disa raste që flisin që e kishin porositur për shkak një gift card, pra ti ble një gift card lezem nga Sephora, e porosit që të të vije fizikisht në shtëpi, që t'ja dhurosh dikujt për ditëlindje, po themi. Dhe akoma pa të ardhur ty fizikisht, ajo gift card të shpenzuar, lekët janë tjerë dhe kur ti e merr dhe shkon te ajo thotë ti xha e ke përdorur, ndërkohë që ti s'e ke përdorur. Dhe besoj unë, këta të Douglasit më sollën mua gift cardën dhe më sqaroi ajo shitja, më tha do të vije gift cardë dhe do të vije edhe një PDF tjetër që tregon pra në email që ka një kod. Dhe mendoj ky kodi si kod sigurie që gift cardët mos të shpenzohet nga këta persona që bëjnë thjesht randomizer dhe gjejnë, me pak fjalë si telebingo, pra ti shkruan numra dhe nëse është numri sakt bën telebingo dhe merr lekët, se sikur shkova aty ajo nuk ma kërkoi kodin, mori vetëm numrin, kështu që ngelet suspans. Përgjithsisht këto kartonat i ruaj sepse çfarë do un porosi, kështu që duan. Tani, porosia ime është kjo very boring, I know, por një produkt që realisht ma lehtëson jetën, edhe unë e kam zirë këtë dhe në Instagram shpesh herë, unë kam dhe bashkëpunuar me Madarën, mund të keni menduar që ka qenë e gjitha për lek, por ka qenë dhe për lek, dhe për faktin që është produkt fantastik, dhe unë sot për shembull i kam aplikuar pak fare, kam atë të vjetrin që isha duke e kryuar, më thënë literalisht. Kështu që mora 2, se nuk i dihet në Shqipëri, Smoky Blonde. Nuk e tjera që smoky blonde ajo imja, po gjithsesi, nuk ka problem. Në si ka që tjetë jo shumë erët. Si duke, tani unë i kam lyer, por realisht, pas ka qik zhurm, tani kjo kur është e re, është edhe qik më e lagur, por bën këtë mbushjen, edhe unë nuk kam nevojë që të marrë laps apo pudër edhe t'i mbush vetullat. Ky për mua është produkt fantastik. Do ta lë këtu që mos ta hap, mos të harroj që ta hap pa dashje. Sepse e kam mbrojtur që kur të mbaroj ky se nuk dua të ngele më pa të. I recommend. Nëse doni të kurseni kohë dhe keni vetulla për të mbushur, ky ju shpëton 3-4 minuta, 5 minuta nëse jeni të fiksuar me vetullat. Për fiksimin fiks të vetullave përdor gel tjetër, kjo nuk është shumë i fortë, po më mirë që nuk është shumë i fortë se do duhet kur ti e mbush me ngjyrë, duhet pak kohë që ti po themi ja për formën, ngjyrën e duhur, se është një furçë që bëjmë të dyja. Ky thot numri 2 dhe numrin 2 përdor, kështu që kjo smoky blonde do të jetë fiks. Sill një provë të Gucci Flora. Perfect, provoj fundin. Ky është fundi njerëz. Look at weird. Nuk arrita shoh vetë se jam i qik si larg, por jep. Harrova t'ju tregoj dhe këtë manikyrin që bleva tek Essie, quhet Muçi. Me qenë sepse ke parasysh moçit edhe vjera im thot Muçi, kështu që është fiks kjo.